A e pesi e kishte buzën vesh më vesh kolegja ime dhe jotja në krahun tim të majt? Unë nuk e di u e këtaltova, thash, bro, who got you smiling like that? Ka diçka që ti e di dhe unë se di? Leja toti se dhe në përvil dhe kur Ti është po shiha veten, po shiha veten. Thëni duke u bërë një narcisiste Duke u bërë? vogël, Duke u bërë? Duke u bërë? Duke u bërë? Jam duke u bërë. Duhet një 4 të vëlla, nuk kam. Jo, po jam shumë e sigurt që nuk e ka për fotot e veta, sepse Pra, ato e kisha për zotin. Kudo që je me një buzëqeshje smërk në fytyrë dhe thjesht qesh. Kush të bën të këqeshësh kaq shumë? Jemi shumë të investuar, na kemi vendosur të jemi shumë të sinqerta me publikun që na ndjek. Pikërisht. Dhe po qeshja vetëm me veten time se po qesha edhe në video prandaj. Por Një sekondë, po qeshe në video dhe aq shumë të pëlqeu që po qeshe në video sa qeshe në live. Pam. Ma mirë që duke qesh me njëri në këtë pikë. E vërtet. Sa Kod, numrin e gjithsesi. 5-s kush e ka? E vërtet. Na e merr një kolegën. Po ja, kështu na erdhën mundësit. Juve keni gjë për ta thënë? Pas të flasëm fundjavën time? Të ditura, të paditura, lart e poshtë nëpër TikTok po Flasim për ty. por nuk e Po normal ai emoji. Ai emoji përdoret kur do t'i thuash të dashurit you're so fucking hot. Oh my god, më lesh Tazan. Oh my god, put babies in me. Yes, po, ashtu. Okej. Kështu që nuk jam. Do të them për kontekst, Blerta ka replikuar emoji të një gruaje Shtatzan në foton e Benardit, për kontekst. sepse Për ju që nuk e dini, për ju që nuk e dini. Dhe njerëzit janë në dimim ty, ke diçka për të na thënë? Jo, se nëse do kisha diçka për ta thënë, do bëja një video shumë reveal-i shumë bukur, nuk do e thoya me emoj në Instagram. Po pra, po mund të ketë qenë hint, you're Jo, dropping nuk është asnjë lloj hinti. Jo, nuk është hinti. Ja me andale se gjitha Nuk e tjera është dhe Shtatzan, bëra. nuk është Shtatzan. Jo. Okej, kaloj. Ai është Tazan, ro. Jo, unë jo, s'me kë unë shre me frymën e shenjtë. Por do t'ju tregoja për fundjavën time, se jam shumë emocionuar. Do të bëj një përshëndetje për policinë e shtetit, për Absolutisht të policinë gjitha. rrugore të Durrësit, specifikisht. Pam. Ky podcast sa vjen e bëhet më specifik nëse keni vënë re. Më Po, specifik. unë përshëndet ato të rina, si kjo Përshëndetje Rina, si kjo policinë e Durrësit. Një dark, një prita ditëlindje, gjëmi. dhe kur dola nga ditëlindja, më ndaloi policia për një kontroll rutinë për alkoolin. Qarta se nuk kisha pirë alkool, por që ti më rregull policinë, nuk kishim pirë alkool. Nuk kishim rregull. Nuk kishim pirë Okej, alkool. Dy gota? Dhe na ndaloi policia. Edhe ai çuni daxhi polici. Daxhi polici. O, edhe një Ishte herë, goxha, lutem edhe një herë xhaxhi polici, me atë çkelimin e syut. ishte kështu daxhi polici. Oh! Ishte shumë çuni mirë, edhe më njohu dhe tha na bë një përshëndetje aty. Bëri të kontrollin, domethënë. Edhe na la Të të futi shkojmë. pipetën? Jo. Atë pipetën. Ai ishte i sigurt që nuk kisha pirë. Si Ishte shumë i sigurt. Pipin. Kujtë shkret dhe siguria e tyre të firmat e gabuara gjithmonë. Edhe sidomos te Xhesi. Xhesi ka një historik të ndaluar të policisë, domethënë çdo herë nga kudo që E del di ndalon pse moj, policia. se e di si jep makinës. Do me thënë, Por ka personale me policinë. Gjes, tu të me ndalu ke ky marketi, këtu me marrë na gjo para xhirimit. Edhe unë jam kështu. Të zbëre me policën atë këngën e Lana Del Rey. Mr. Officer. Kishte mund ta bëja, por kishte shokun e tij që nuk ishte shumë comfortable me situatën që po shkonte aty. Kështu që tha, A ishte i mirë, shëmtuar se siç është një shok që është ishte i shëmtuar. Është një është shoku, jo policë, është shoku i shëmtuar që është xheloz. Nuk mund të ishte një shëmtuar, ti s'ka qenë martuar, ndoshta dhe s'ka dashur ditë pjesë e asaj bisede. Në Shqipëri ka dim se S'ka dashur ditë pjesë asaj bisede. Më bën shumë sens lidhja që bën Xhesi. Ishte i shëmtuar, ndoshta ka qenë i martuar. Jo, se por mos unë e themi për qenë shëmtuar. që shëmtuar dhe i martuar, bravo. E di çfarë ndodhi mua sot në mëngjes, isha duke bërë thonjt. Edhe un jam një njeri, domethënë un jam njeriu më i mërzitshëm në botë. Un thonjt i bëj gjithmonë njësoj. Forma njësoj. Un shkoj në restorant, porosis gjithmonë të njëjtat gjëra. Dua të vizitoj kur shkoj te një vend i ri, dua të shkoj te të njëjtat vende që kam qenë. Dhe po mendoja, sa të rrepta jemi ne gocat kur këtë gjën e kanë çunat. E keni vënë re që ne themi kur çunat janë kaq monoton, themi sa gjëna, për shembull.
E bëjmë këtë gjë? Por opi ndryshon një herë, bën një gjë ndryshe. Ndërsa kur e bëjmë ne vet, unë se bëj, unë tani që po flisja tim kapi ankthi. Unë jam shumë e mërzitshme, domethënë unë jam konsciente për këtë. Unë duhet të bëj çdo gjë njësoj. Dhe e bukur është nëse një djalë që është me mua për shembull bën të njëjtën gjë, do të shpifej. Nuk rri dot me një çfarë. Unë mendoj që unë jam aq surprizuese sa dhe veten time e surprizoj shumë shpesh, kështu që se di. Nuk do doja me thënë drejtë një njerëz që të kishte një rutinë të përditshme. Do thoja si pa lidhje gjunaf. Gjunaf. Është kjo shpreha që themi ne. Gjunaf, çuni mirë i shkreti, gjunaf. Ju ka ndodhur të përdorni? Mbaj mend kur isha në universitet, dola në date me një çun dhe kur shkoj në shtëpi do e flisja domethënë. Edhe them, o ish ky çuni, si shkoj detin, thotë shoqja. Shumë mirë shkoj me thënë drejtën, ishte shumë çuni i mirë i shkreti. Thëshin gjithë kështu, domethënë pse i shkreti? Unë jam pak e turpshme në fillim. Dhe nëse edhe ai nuk po fliste, unë nuk po flisja, unë thoya një gjë thonte edhe unë. Pra unë doja të merrja sushi rolls për shkak me Philadelphia, thonte edhe unë. Jam shumë dakord. Pa një sekond. Okay. Po mirë tani, kështu jam unë, po kështu jam dhe unë. Kur porosit çuni para, jo unë para, por thot ai edhe unë. Ai nuk po porositet çfarë dikush do të hantën ata voli. Po. Unë kisha ide shumë qartë. Ço do të haje? Ai edhe unë. Unë luaj futboll, tha, nuk pi alkol. Po unë nuk do të ver. Po marr dhe unë. Ai quaj dhe unë atë natë. Edhe tani fol prit se pap në muhabet, ose për shembull dhe kur zjate muhabeti ai thonte unë për shkak të pëlqen ngjyra roz. Ai nuk e tha këtë, po bëj marr si shembull se mbaj mend se çfarë mund të ketë thënë. Tha po mua më pëlqen shumë ngjyra roz. Ua dhe mua me thënë drejtën kur e mendoj, s'është se m'pëlqen fare, po më pëlqen. Domethënë janë këta çunat që përpiqen të bëjnë qefin gjithë kohës. Edhe ne gocat, si të liga që jemi, ja ta shohim një emër dhe shumë nga gocat tona në Instagram ju referuan si derdimena ose si të mefsht. Të mefsht mendoj që është termi i dur se sa derdimena që ka rënd. Nuk po domethënë un po citoj, nuk është fjalë që e them un, po jam dakord, fjalë ti thua derdimen, një çuni është një çik. Okej, të mefsht mund t'i themi, besoj. I mefsht nuk është okay. Mollopup ishte okay. Mollopup ishte okay. Po ju është okay. Gocat shumë goca i thanë ju referoheshin si çuna të mefsht. Po i mefsht është goxha ofendim. I mefsht nga tru, domethënë. Jo, i mefsht nga këta çunat që të vinë tërkohen nga pas, bëjnë çfarë thua ti, nuk të thon kurrë jo. Ky çuni praktikisht e përshkrove ti tani. Që pëlqen të ngjyra roz. Aty e morë shembull, por që çfarë na ndodh në gocave jam shumë kurioze, si mendoni ju, kujt i referohemi ne? Çuni mirë në jetë. Duket sikur këto çunat e mirë, domethënë, përveç kësaj monotonisë që mund ta ketë në karakter dhe mund t'i pëlqejë dhe gocave monotonia dhe rutina, se ka goca që mund të përshtaten, mendoj që këto janë inferior dhe si trofe që i duket si arritje. Për shembull, kanë këtë love bombing. Pra ai është aq i lumtur që po flet me ty, që është duke komunikuar me ty dhe ti për shembull mund të bësh një gabim, mund të bësh një gjë që nuk është siç duhet dhe ai do thotë ty që ose domethënë ai duhet zgjedhë, t'ja them, por mund ti mos i flasësh më, që nuk e bën këtë sepse ai do të flasë me ty. Edhe janë këto njerëz që krijojnë një karakter, një personalitet të ri me çdo person që merren. Pra, nëse unë po merrem me Xhesin dhe unë jam këtë çuni mirë që dua patjetër të lidhem me Xhesin, do më pëlqej ngjyra roz, do pushoj kur më thotë Xhesi pusho. Hiç dorë nga ngjyra roz, asnjë çuni që pëlqen ngjyra roz. Bë tani më marr jeta. Atë mos e thuaj. Atë mos e thuaj, aty pëlqen. Se buta ka thënë ngjyra roz. Shiko, ne gocat në teori na pëlqen stabiliteti emocional. Por në praktik ne duam kaos. Dhe ndonjëherë unë mendoj që nuk na tërheqin çunat e mirë, sepse me këta çunat e këqij nga ana tjetër kemi një trauma bond, kemi një lidhje traumatike dhe kryesisht vjen nga kjo. Domethënë, ty nuk të tërheq shumë një çun i mirë, sepse ti do ankth, ti do të jesh tërkohën në gjëmba, ti do tërkohën të jesh ajo loja e ndjekjes se përmendëm dhe me çunat. Kështu që kam përshtypjen që është edhe pak trauma bond kjo lidhja me çunat, domethënë që nuk funksionon lidhja me çunat e mirë.
trauma bonding mund të jetë, po varet se thjesht mendoj që çunat e mirë nuk kanë atë the drill dhe unë mendoj që lidhjet, siç është seksi, siç është jeta, siç janë lidhjet, it's a game of power. Pra është një lojë fuqie. Edhe nëse nuk ka push and pull pra të riq, domethënë duhet të ketë të riqë mos e pull. Po të riq, zihu, pajtohu. Ajo ndjesia asnjë njeriu nuk e eksiton apo nuk e josh që të kesh njëri që thotë yes man, thotë po për çdo gjë. Ik bëja këtë. Ti merr qenë, i thoj qenit, kape topin, sille topin, kape shkopin, sille shkopin. Edhe qeni ka raste që s'përgjigjet. Po, një çun i mirë nuk të bën të qash. Nga ana tjetër, as nuk të bën të ndihesh e gjallë dhe ky është problemi. Po ka një gjë, kjo është monotonia që të sjell një çun i mirë dhe ne duhet të serojmë pak. Duhet të ndajmë një çun i mirë. Ne duhet të ndajmë mendjen, a na pëlqen apo jo siguria dhe stabiliteti që na jep. Jo, një sekond. Neve si goca, çdo gocë do që të krijojë një lidhje me dikë që është shumë emocionalisht okej, dhe të bën të ndihesh ti shumë mirë, pra është një çun shumë i mirë. Por problemi qëndron që ne gocat nuk e duam të gjën që në momentin e parë kur e njohim, pa nuk duam dikë që sa e njohim thon, po ke të drejtë shpirt, po ke të drejtë zemër. Do të thonë, njohja është kjo push and pull, të dyja palët, edhe nga goca dhe nga çuni. Do gjithmonë ajo që të riqë mos e kput që shihoni të zjemi, po të pajtohemi dhe ne jemi këtu, derisa të shkojë një lidhje stabil kjo gjëja. Dhe kur krijohet lidhja stabil, atë ne kërkojmë këtë që gjën tamam një çun të mirë, se në fillim fare duam të gricjet që të na pëlqejë më shumë. Thën kjo ka dy ndarje, ne bëm dy ndarje. Po ta bëjmë të ndarjen se shumë e rëndësishme se keq kuptohemi shumë. Sepse nuk duat që të duket sikur ne promovojmë vetëm çunat e këqij. Pra të duket sikur ne goca tërhiqemi vetëm nga çunat e këqij ose nga çunat që siç thot Megli nuk janë emotionally available. Pra këta çunat që emocionalisht thashë Pra na duhet ta sqarojmë dhe ta ndajmë pak këtë. Sepse ka dy ndarje, çuni i mirë dhe njeri i mirë. Tani, Megli, njeriu i mirë ka një mendim të vetin, që do të thotë, ai nuk ka frikë të ta shprehë ty mendimin e kundërt me tëndin. Kur ti debaton, ai mund thotë, Blerta, okay, këndvështrimi yt është okay, por unë nuk mendoj kështu. Ndërkohë që çuni i mirë nuk të kundërshton sepse ka frikë se do të humbasi. Domethënë është kjo pasiguria që në debat ai do humbasi kundër teje, jo se nuk të kundërshton dot. Thjesht të bën qefi. Të bën qefi. Po ka frikë. Kjo është shumë frikë. Do të thotë frikë më të ketë thotë ajo s'do flasim më. Po sigurisht ajo ta di që unë nuk kam të njëjtin mendim me të, edhe ndoshta s'më flet më, edhe nuk e kanë me kështu. Po, një njeri i mirë për shembull ka vetbesim të plot te vetja e tij, por nuk e shpreh me arrogancë, pra nuk është arrogant. Nëse një çun i mirë, unë mendoj tha Megli dhe çfarë, nuk ka besim te vetja e tij, nuk mendojnë që ka besim që mund të mbajë aty lidhur. Kjo është pak relevante, se unë nuk jam 100% dakord me këtë. Se një çun i mirë, jo domosdoshmërisht nuk ka besim te vetja, thjesht ai siç thot Megli mund të jetë shumë i shëndetshëm. Po nuk ka. Një çun i mirë është inferior, sepse një njeri i shëndetshëm e kupton kur ti për shembull, kjo nuk mund të lë dikë ta shkeli me këmbë vazhdimisht për t'i shkuar mbas avazi, se s'ka sens. Ai domethënë është ndjet inferior edhe ti mund ta shkelësh me këmbë sepse ai nuk e kupton, ai domethënë ai thot, "Okay, okay, jo nuk ka problem, se unë domethënë ka këtë." E kuptoj, ti justifikon mënyrën se si mendon ti. Po tjetër? Një njeri i mirë kujdeset për ty, por jo për të, domethënë të kujdeset për ty se të do, jo që ti pëlqesh ti atij. Pra në sensin ai kujdeset se të do dhe i vjen natyrshëm. Pra unë për shembull e di që Blerta ka qef ekstra kripën, unë si njeri që e dua, ja vehet vet kripën Blertës para sa hedhi ajo, se janë detaje që mbaj mend. Kurse një çun i mirë thjesht i bën këto gjërat për miratimin tënd. Thotë të çoj unë të marr nga puna, ai ke unë dyqan ta marr unë paketën. Në këtë mënyrë pastaj ai është thjesht domethënë një super shok. Ore këto gjëra i pëlqejnë, po nuk e pëlqen te ky njeri që bën këto gjëra, që ngjitet kaq shpejt ndoshta. Unë dua të shtoj diçka, se për shembull, për gjithë çunat që po na ndjekin, mund të thonë që ore ju këto gjëra i doni nga një çun, e cekut e Blerta shpar. Pse ky çun nuk e doni? Po është në thelb që këto gjëra të ikë në dyqan, të vjen të marr nga puna, të bëj këtë, të bëj atë. Duhen të balancuara dhe nuk mund të bëjnë që në fillim të njohjes, pra këto vijnë me kohën, çdo gjë ka kohën e saj. Pra, thelbi është balanca. Ju çuna duhet mësoni se si të krijoni balancë në atë çfarë ofroni në marrëdhëniet që ju krijoni.
mos t'i ngjitesh tjetrës me të parën dhe ti thuash Po, pas 2 javësh për shembull, pas 2 javësh mund të shkruash 24 orë, po jo para 2 javësh. Mua mos më shkruaj as pas 2 javësh, as pas një viti 24 orë. Po jo, ke jeto vlla. Sepse çdo gjë është te tensioni dhe te mënyra se si ti e luan lojën. Nëse ti bëhesh i gatshëm për mua me çfarë lloj gjëje që unë të kërkoj që në momentet e para, nuk ka më askush interes, domethënë nuk do ndodhi. Ndërsa nëse ruan balans, është ajo push and pull thot Megli. Jemi. Ne s'dim ça jemi. Tani Tom Hardy që është siç është. Imagjino Tom Hardy të ikit thot, po ikit të blej një paket, të marr nga puna, të shkruaj 25 herë, pastaj nëse s'ken WhatsApp të shkruaj domethënë të çoj email, të çoj bëje. Po domethënë. Po. Pra nëse mungjit, po. Xhesit domethënë jo mua. Mungjit. Xhesit. Skajë. O zot unë jetoj. Ban kjo kohë, nuk ka gjë. Jetoj për Winkun e Xhesit këtë episod. Xhesit. Mobilizoni, do t'ju bëj një pyetje. Ju, personalisht, pse nuk do ju este kur lidhja me një çun të mirë? Po shumë e thjesht. Se rash, një çun i mirë nuk ka motor, nuk është nga këta tipat misterios që ecën vetëm natën, që duket sikur ka halli gjithë botës. Nuk është nga këto tipa që shkruan vetëm një fjalë që ti deshifron dhe rri gjithë natën dhe thua çfarë ka dashur thot autori me këtë fjali kaq të thellë, nuk pin cigare, nuk është emotionally unavailable, nuk e ka hënën te peshit. E ka hënën te peshit ose te gafori. Ka xhaket lëkure, do të thënë nuk ka ky xhaket lëkure, dhe po e pati e ka inkilit nga këto të tregut. Po. O zot, ato që mbajnë erë. Okej, Megli. Po pati motor mund të ketë papaç, se nga ato motorët e reja të elektrike që bëjnë 250.000 lekë, edhe e karikon po shtëpi dhe i mbaron bateria me ty dhe thot, a do shtym pak të dy kështu se nuk ecën. A dëshiron të kthej përgjigje si çdo kthejnë komentuesit kur shohin këtë video apo t'ua lë ekskluzivitetin atyre? Lërja thamun. I ofroj priz karikimi këtu te vila të gjithë atyre do mërziten për motorrat e tyre elektrike. Nuk ka sens tani ti, ai kalon me motor. As nuk e dëgjon. Që është motor? Unë kur jam me kufje për zotin, mund më shtypin 14 motorra elektrik. Nuk ka asnjë. Po s'bëri si motori shumë, quhet motor. Bad boys, nuk po flasim për ata. Blerta unë dhe ti 3 metra sipër në qell. Po zemra ime. Po dëgjoj, për ti shakave. Askush nuk flet mjaftueshëm për ndjesinë e fajit që ke kur ti nuk e pëlqen dot mjaftueshëm një çun shumë të mirë. Domethënë, ai çun i mirë që është perfekti, që ka planifikuar mami me babin për ty për ta patur dhëndër, ai tipi që po të martoheshe, do kishe jetën më të lumtur, do të rriste fëmijët, burri perfekt për të martuar. Ai është partneri perfekt, po thjesht ty nuk të klikon. Ai është partner i mirë, domethënë ai është njëri i mirë, por nuk është partneri i duhur për ty. Edhe kjo ndjesia është shumë e keqe, dhe unë jam e sigurt që shumë goca e gjejnë veten te kjo. Moj qëndron, po unë për shembull kam një rast specifik timin. Unë kam një çun që nuk është fare siç e kam projektuar çpistime për mua, pra më jep me punë kështu të pista, do thoja. Dhe kam tek çantat e mia dhe i shkreti nuk shitet dhe ka diçka se çunat e keq kuptojnë shumë mirë. Çunat mendojnë që thon, po nuk ka varë një gocë të pëlqej më shumë. Nuk funksionon kjo. Me mua pak tani jo. Do të thonë se unë ta bëj që fillim të ditur që unë nuk do të të njoh ty, nuk do të të njoh me vërtet, nuk po bëj fare të vështirën. Dhe ai shkreti vazhdon të shkruan, çon meme, çon këngë, çon gjëra. Ja, themo vlla jo. Dhe së fundmi ka gjetur një tjetër mënyrë shumë interesante që unë t'i kthej. Pa ta hedhur unë një foto dhe një story me librin Gjytari i balonave që po lexoja? Po. Blen boti këtë librin Gjytari i balonave dhe e lexon o vlla, dhe thotë jam te fasha 39, te fasha 225. Edhe do që ta analizojmë bashkë, po nuk kemi të ora letërsi si dashur. Po e bën njeri më. Ndoshta ti e ChatGPT-ja e ti. Domethënë ai nuk i shkruan chatit, shkruan ty. Mirëmëngjes, ata hak të ushimin, kam një shenjë në trup, a mendon që është ndonjë gjë e keqe? Po jo, e forta është. Domethënë ai është çun që merret me punë pista dhe po lexon një libër për të patur një arsye të shkruaj ty.
Kjo është gjë më sweet ever. Jo, fakti që merret me punë. Po pra, por që të dalë te pjesa. Jo, fakti që merret me punë pista që t'jemi çfarë. Tani që te pjesa që mos të lëndoj dot askënd, po duhet ta them, ne nuk na funksionojnë lidhjet dhe njojit me çunat e mirë, sepse këta çunat e mirë që ne çojmë të mirë dhe bëjnë çdo gjë për ne, nuk janë aq të pashëm dhe saçi duam ne domethënë. Mendoj që kjo është Ai thonë në Jason kam pëlqyer çuna që ishin si orangutang, nuk ka kur të pëlqen një njerëz të pëlqen. Nuk ka të bëjë shumë pamje. Për ta theksuar këtë që thot Jesi, do t'ju lexoj se çfarë kishte thënë një vajzë tek asku që bëm në Instagram. Të them të drejtën, thot, un kam patur goxha raste nga këta çuna të shumë të mirë dhe kanë dashur menjëherë të krijojnë marrëdhënie serioze. Edhe pse un jam në kërkim të së njëjtës gjë, diçka vërtet nuk bën klik me ta. Dhe në përgjithësi, këta i shesin njerëz se nuk do bëjnë diçka të jashtëzakonshme me jetën e tyre. Ju lirisht mund të pyesni, thot, pse çka ke bërë ti ndonjë gjë interesante me jetën tënde? E drejt, ne jemi vajza deluzionale që do mbetemi pa martuar. Ja, për shembull, më vjen në mendje, ai gjitha të mirat i kishte, por ishte i shkurtër dhe me një trup shumë të vockël. Pra goca, ne duam çunin e mirë, por edhe kimin. Thot goca për të përforcuar këtë që tha Jesi. Duhet i cik i bukur o vlla, do të thënë jo shumë i bukur, po simpatik. Ajo është pamja e parë. Nuk e di, unë mendoj që thjesht në këtë pikë mund të rrim të flasim gjithë ditën për të mirin, për të keqin. Mund të ndodhi që e shef një çun ta jep bam, edhe mund të jetë fare, nuk ka lidhje fare me kategorinë e mashkullit që të pëlqente. Thjesht është ndjesia. Oh, një orë të tërë do ta shpjegoj me laps letër se si e duam, se çfarë duam prap. Ka një gjë që na kam shumë të rëndësishme se këta çunat e mirë që janë kështu të mefsht, të çunat të mirë, se unë çunat të mirë e dua. Këta që janë të mefsht, ka një problem me këta. Këta nuk zihen o vlla. Unë dua të zihem. Unë të zihemi keq fare. Të zihemi dhe të zihemi 4 orë dhe në fund fare të më thot ke të drejtë zemër. E pastaj të rregullohemi. Pastaj të rregullohemi. Ti këtë e bën Lolo për të fshirë tavolinë. Si mund të ketë të drejtë ai kur ke një orë që pëllet? Jo, po të dy morë. Të dy kam. Pa. Ta shpjegoj unë se çfarë do të ndodhte. Se është kjo argumentin i moshës, se më duket vetja si mami, po varet po ta them. Kjo lloj moshe që e kemi patur gjithë, në këtë moshë ty do duket sikur të intrigon vetëm sherri dhe ku di unë. Nuk më intrigon sherri, më intrigon fakti që ai ka një argument të vetin në kokën e tij. Kjo më intrigon. Adrenalina që të jesh tërkohën duke u zënë. Ndërkohë, ai nëse të thot ty në fund ke të drejtë, do të vinë një pikë. Do kalojnë vite dhe do të vinë një pikë dhe do thot, po këtë Lolon çe dua. Ky nuk është për mua. Po jo Lolo është kur thotë që në fillim, që sa fare debat, do të drejtë në fillim. Jo, asnjëherë nuk do e duash një karakter si yti, si imi, që mbahen si goca alfa, që duan të drejtojnë një marrëdhënie, ty duhet patjetër një njerëz që do jetë ose si ty, ose të mos të lëri ty të dalë jotja në fund kur ti s'ke të drejtë, sepse nuk e çdo. Nëse nuk dile inje, dile tia, e tia s'ka për dal. Ja. Jo, unë nuk është na duhet një terapiste për këtë vajzë. Këtë doja thoja më dole. Ti s'më kuptoni çfarë do të them. Aty ku doja tisha. Na duhet një terapiste. Mendoj që unë e para, po e marr, po e them edhe për vete, mund të kem dhe shoqe. Mendoj që duke marrë parasysh që të gjithë njerëzit kanë nevojë për terapi, mendoj që ne e vuajmë të pjesën që pse nuk, unë për shembull vetë kam thënë që ora këtij çunit nuk i mungon asgjë. Pse unë nuk mund ta kem qef? Këtu hyn pastaj përveç faktit ose nuk je gati për një marrëdhënie aq serioze që për shembull nuk e shikon fundin, se unë si njeri për shembull mund të them, ase me këtë nuk do zgjasë se ky ka këto defektet. Aty nuk ja gjen defektet, me vërtet mund të jetë shumë i mirë. Ose nuk je healed, e shëruar emocionalisht nga diçka e kaluar, ose nuk je e shëruar nga trauma që i ke tuat nga kur ke qenë e vogël e kështu e me radhë. Sepse duhet kesh diçka me vërtet mangët në kokë që mos do të pëlqej një çun që është respektueshëm dhe i mirë, do të pëlqej një kafshë që ta lë. Po s'është kimia, moj, nuk është kimia. Po e marr në rastin që e marrim shablon se ndjesia po se mund të ketë kur mund të thënë pa atë sparkun, pa atë kimin, pa atë ndjesinë, nuk bëhet asnjë gjë, se mund të të ndodhi edhe me një çun shumë të mirë, që mund të jetë Lolo, po të pëlqen. Në atë fazë të jetës që je lodh aq shumë nga trapat vërdall, sa që ky Lolo makes you happy. Bën pakt.
ka një gjë që çunat e mirë janë perfekt për martesë, por nuk është mirësia ajo që të mban të lidhur, sidomos në fillimet e lidhjes, sepse është kimia, është pasioni, është ajo adrenalina që e themi shumë herë, që të mban të lidhur dhe të interesuar ty deri në atë fazë të marrëdhënies që ti do stabilitetin. Po sërish ti do stabilitetin, por nëse ti ke atë sigurinë që hëse këtë këtu e kam aty, çfarë do lloj gjëje të ndodhi, aty lidhja është e sigurt që njëri ose tjetri do të tradhtoj, sepse nuk e mban mirësinë lidhjen. Domethënë nuk e mban mirësia lidhjen, e mban pasioni dhe kimia dhe unë edhe respekti. Dhe respekti patjetër, po unë jam besimtare shumë e fortë e faktit që edhe pasi kalojnë vite, pavarësisht se dashuria transformohet, respekti dhe ajo ndjesia që ti këtë njeriu nuk do ta humbasësh ngelet aty dhe nuk do ndryshojë asnjëherë. Qen kur ta gjujnë çik. Që të thush pra, asa ajo është akoma në lojë, e kupton, mund të ma marrin. Pëlqenit që kur delin dhe ta shohin kështu. Qëndron, po, my man. Po çdo gocë do një çun të mirë. Po do që ti i çik çun të mirë apo njëri të mirë? Njëri të mirë. Tani Njëri të mirë. Unë kisha dëshirë, siç e kemi bërë thirrje 2 herët e fundit e pa manuali, që ne te temat që trajtojmë të kemi povin e një djali, këndvështrimin e një djali. Dhe Orgito ju përgjigj thirrjes tonë, do ta marrë tani në telefon shumë shkurt, që të na thot pak këndvështrimin e tij, dhe ta pyesim si ka marrëdhëniet me gocat, çfarë ka çeduar, edhe të na thot këtë gjën. Hajde Orgito. Orgito ti biem Orgitos. Ti biem Orgitos. Përshëndetje vajzosirni. Hello. Ej, po, bravo të qoftë njerë që je i pari që ju përgjigje thirrjes së ne të trejave për të na kundërshtuar këtu live me telefon. Ishe i gatshëm të vije edhe në studio, kështu që bravo të qoftë. Unë besoj ke meshkujt edhe besoj se jo çdo kush ka mundësinë të revoltohet, por që unë gjithmonë dal në mbrojtje të djemve për djemt. Për djemt. Me djemt për djemt këtë episod Orgito. Bravo! Tani Orgito, na tregoj një çik si ke punët me gocat. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. maybe shit. Po, ku të klasifikojnë gocat Orgito, tek ta çunat e mirë, apo tek njerëzit e mirë që janë kështu? Do me thënë, është ajo fraza që e thonë, ti je shumë çun i mirë, po s'nuk. E ke dëgjuar ndonjëherë këtë frazën? E kam dëgjuar aq herë sa duhet me bërë shumë në i tatuazh, besoj momentalisht. Kemi një çun të mirë në telefon, kemi një çun të mirë në studio, Orgito pse? Atëherë, unë mendoj se gjithë djemt janë djemt të mirë, por agravojnë edhe bëhen djemt të keq për arsye të femrave dhe për arsye të sjelljeve të tyre. Se çfarë bën gocat? Nga këto gjëra tani, po gocat janë gjithmonë atë personi konfuz që jo gjithmonë e din se çfarë duan, edhe ato për shembull thonë se ne duam një djalë të mirë, të na dojë, të na dëgjojë, edhe në fakt ato këtë duan, po thjesht kur provojnë realitetin çfarë është komplet e kundërta se do doja aq shumë të kundërshtoja. Po do doja me forcën e shpirtit po mundohem, por nuk të kundërshtoj dot. Ke të drejtë. Orgito, ja lë ndonjë gocë sinti për shembull, ose vonon mesazhe 2 orë, 1 orë ca, 3 varet nga punët që ke gjatë ditës për shembull? Po, mund të shkoj deri në 3 deri në 4 orë, po ja gjithmonë po, mund ta themi edhe këtë. Po nëse ajo nuk të ka kthyer përgjigje, për shembull, kanë kaluar 3 orë, ai shkruan ti sërish asaj? Po. Pse? Pse po? Atëherë, unë si person kam këtë që unë gjithmonë e njoftoj personin përpara, që dëgjoj se unë kam për të pasur një ditë të ngarkuar, mund të mos të kem kohë të flas me ty në kaq orë. Mundohem gjithmonë të jem transparent si nga ana shoqërore me shoqërinë edhe me të dashurën, nëse jam aktualisht me të dashur kur është kjo. Por në momentin që mua nuk më tregon personi tjetër, edhe unë pres 3 orë, 5 orë, edhe thjesht kalon edhe nuk më kthen, atëherë unë i shkruaj përsëri. Mund edhe ta marr, a kupton se nuk e kam problem. Ta marrësh telefon, okej, se këtu calojmë. Po të bëj një pyetje, për shembull, unë si gocë mendoj që nëse do kisha interes për një çun, nuk do ja vënoja kurrë mesazhe 3 orë. Ti për shembull, kur ti vonon 3 orë, nuk mendon që thjesht për shembull nuk ka interes për ty?
Mund të jetë edhe zënë, Jo, vlla. unë thjesht mendoj se ajo mund të jetë shumë e zënë, ose siç E më hetën kupton, dhe ky është mua problemi. pati gjithmonë Kush është e nuk- zënë 3 orë o Megli? Unë. Për as person për cilin je realisht e interesuar, nuk je kurrë zën 3 orë për të kthyer përgjigje. Ky ndoshta është problemi yt i parë, Orgito, që ti mendon që është me vërtet e zënë. Je çunë Jo, më po mirë tani. Je shumë më mirë se Orgita. ç'duhet. Ky është problemi. Shiko, se çdo njeri përveç jetës së tij që ka me personin e zemrës, gjithashtu ka edhe jetën e tij personale. Edhe Ti që nga- për shembull ti që ne nga që krau jemi Meglit. ne që jemi në punë, jemi në Më punë. fal, çfarë vlla, punë kemi e bën? kohë. Çfarë punë e bën? Me që hapëm si ma, çfarë punë e bën? Ma thuaj çik, ha? Kamarier më? Shumë mirë, në 3 orë, ça lokali fluks që nga porosish. ça fluksi paska për të bërë kafe, koktejle, verë, ku diun, ça mund të Po pra bëj nuk një ka porosi. dallim të kthesh një përgjigje, po të kthej unë ty përgjigje për inertësi sa mos të leti pa përgjigje dhe nuk e kam menjen te ty, po të kthej kot që ti të marrësh kënaqësinë që unë po të kthej. Po jo, më zën ti në 3 orë se prej telefoni fare. Apo unë plotësisht Pa, dhe të plotësisht. flas me ty kur të ke mundësi. Plotësisht mund të jesh gjysmore në ditë. Jo, mos ka Nuk lidhje. je, sepse për atë tjetrin me cilin ti je i interesuar, do të di, jo gjatë, unë nuk jam ti shkush tërkohën pa pushim. Mo më ndodhi që 3 orë nuk kam pas mundësi. Ja, ne kemi 3 orë Po, këtu. jo, zero po, bëri s'kan gjithë gjetëm kështu shumë bëj me TikTok, Meglin në këtë 0.4 rast. sekonda për të kthyer përgjigje. Ja mirë, po punoj, të lutem të shkruaj më vonë. Kaq 3 orë pa kthyer përgjigje. Po, kur të shef ai bën pronari me sens. telefon në dorë thot, "Hë, ngele 3 orë me telefon." Ja një ti." time, pse kur doni ju me hedh kështu loto, ç'a bëni, ç'a hidhni ju çunat, jo ti specifikisht. Po pse i gjeni atë kohën ju për të hapa të telefonin, edhe për të hedhur ose për të bërë like ato foto atyre gocave në Instagram. Pse i gjeni kohën ju? Këtu nuk e di sa mund të them se unë vetë jam me 30 followers në Instagram, nuk kam, nuk bëj, nuk Shikon shoh. personi mirë, shkreti. Unë thjesht jam person shumë transparent dhe unë vlerësoj transparencën më shumë se sinqeritetin. Jeta mendon- adulte është më shpejt, nuk e kotrish me telefon dorë duke çatu. Jo, Pa. nuk je mjaftu shumë i interesuar për personin me Fol cilin po më flet. dark. dhe- Fol dark deri në 4 mëngjesit, Po. nuk se do Je- të flasësh gjatë Në- ditës në gjithë dark- ditën. Nuk je mjaftu shumë i interesuar për personin me cilin po flet dhe dëshiron ta kamuflosh me faktin që je i Unë s'jam ngarkuar. fare dakord. Kështu që Se secili ka personalitetin e vet dhe di se si e trajton. asun nuk jam dakord fare se Po, me shoqet me ngushtë, bukura pse i kthen fare përgjigje? fare. Kthej. Pse i kthen përgjigje? Si kthej? Jo, Kush shoqet ngushtë? Kush ka shoqet ngushtë një herë? Mas 4 orë dhe mos e nuk kam pas nerva. Po e kanë gotën një atë tjetër në Orgito. Po është me hën, ç'a lidhje ka? Triun, po pjerdh me nerjush tani. Po ti ç'a po bën? Po jo, pra nuk po flasim për këtë, po flasim për një update normal gjatë ditës ku ti këtë personin që e pëlqen po kthej të ndodhi përgjigje. 3 orë nuk e pas, je sa me i ven kur je i Po, lirë mirë, dhe një ke ditë ndodhi mundësi, kjo. i kthen. Një ditë ndodhi kjo. Nëse kjo përgjigje. gjëja ndodh vazhdimisht dhe ti çdo ditë nuk pas ke kohë një 0.4 sekonda të më kthesh mua përgjigje kur të them ç'a po bën ku je, si dreqin do gjesh ti kohën për të kaluar kohë me mua, se nuk e kuptoj. Mo je në punë, mo e Po interesit, do lesh punën ti për të kaluar kohë me Jo, partnerin. fakti që unë kthej përgjigje nuk do të thotë që po Lajthiza. pezulloj kohën time. Patjetër që oksi baj lajthiza se më ngriti nervat. Tani një sekond, se marrë Blerta kam unë. Ti do më thuash mua që ka në rruzullin toksor një individ, një Mo, je frymor, dhe kish një sekond, kuptu. që lë dhe nuk e prek telefonin e ti për 3 orë? Zonjë dashur, jeni duke e kish kuptu. Unë thash, ai tha të rip 3 orë pa fol. Unë i thash, nëse ti rrin 3 orë pa fol, ai shkruan prap asaj? Kjo ishte pyetja ime. Që do të thotë, ti je një njeri që ke nevojë të flasësh non-stop me dikë për të konfirmuar që ai të pëlqen, se nëse ka 3 orë pa të kthyer përgjigje, s'po flas çdo ditë nga 3 orë. Ka ndodhur që ka 3 orë, ka një dallim intervali kohor. Ai je ti i ngjitshëm që dëshiron të flasësh non-stop, siç në çakiz mas kpuce, apo e respekton dhe kur ajo është e lirë të thotë, "Më fal, kisha punë" dhe i të kthen përgjigje. dakord. Do të gjerë në y, është okej, po jo Kjo të është bëhet. e imja, si që nevoja me dal me shpatë. Qa është një gjë që ty s'të pëlqen fare kur e bën një gocë? Ha, një gjë, një veprim për shembull, Të rri me telefon në dorë gjatë gjithë kohës në takim. Shumë mirë, ti si ja thua këtë, si ja përcjell si gjë? Fik telefonin. Fik telefonin. Po. Do me thënë mundohem t'ja thëm si fillim pa ja thënë drejt për drejt, do me thënë po hap një bisedë, një temë, një diçka më thret tash. Nëse unë e shoh që ja vazhdon akoma, i them të lutem, hiqe telefonin se po flasim. Do të thotë nuk mendoj që ajo s'ka interes për ty që porin telefon. Jo, nuk e mendoj, po thjesht unë mendoj se janë disa
tipe njerëzit që janë me të vërtet shumë të fiksuar pas telefonave, edhe besoj se kjo është për shumë, jo vetëm për disa, por për shumë. Tani nuk mendoj që në takim sado edhe një nerd që paguhet për të ndetë në telefon, nuk mendoj që në takim do rinte në telefon. Kur është i pa interesuar për ty dhe për takimin, absolutisht. Po, në që sa i thot... Kur dalmi të këtë që pëlqej jam 5 orë offline. Ku do ta klasifikojmë Orgiton? Do ta klasifikojmë te njeri mirë apo çuni mirë? Po ne e tham, njeri i mirë ka shumë njerëz të mirë. Dhe çunit e lagje që rri pi cigaret e cepi çuni mirë, njeri i mirë mund të jetë. Orgiton. Por njeri i mirë të çuni mirë. Të dyja, fatkeqësisht. Por Orgito. Shqyqyr që po më thoni ju se mua zakonisht më klasifikojnë si male slut, po shumë mirë që më... Mos u stet? Male slut. Okej, pse? Kurv mashkull. Apo jo? Pa. Pse? Pa. Kjo ndodh më shumë për shkak të aparencës që... E po, ishe qik brumti, ishe i qik brumti. Ka ardhur momenti Orgito ti thua që ti je i gatshëm të kesh diçka serioze dhe nuk do që të kenë vetëm për seks. Shteti unë, do kem të ardhë në thua. Ose nëse që ka kështu puna të paktën monetizoje. Ai do ta ketë parasysh këshillën tënde Megli. Orgito, shumë faleminderit që u lidhe me ne. Faleminderit. Të kam mbetur ndonjë merak tjetër për ta thënë? Jo. Një përshëndetje do t'i bëj atij shokut tim të ngushtë. Edhe i them që se ai kështu si puna ime është, i them gjitha vajzave që i ka thënë ai ju dua, dijeni goca se nuk e ka me vërtetësi, ai do vetëm ishin e vet. Kaq kisha për të. Emër mbi emër apo mund ta lësh një kontakt të këtij këshurit? Shokut ngushtë. Bernard e ka emrin. Bernard. Po, kaq do të them. Lulieta! Hodhi bombën iku. Bernard. Vajza ishte shumë kënaqësi, doja që të vija edhe në studio, po që si e kam jemi çik në punë. Si kam bërë këshuriri? Shoku. Shoku? Nuk është një informacion shumë i vlefshëm ky. Okej, Bernardi. Na doli prap në skenë Bernardi. Bernardi do vetëm ishin, okej. Pa. Okej. Faleminderit Orgito. Faleminderit juve, mirupafshim. Pafshim. Pas ka qenë telefonat e qëllimshme për të na shashtisur me këtë bombë. Kam një, domethënë kisha një gjë në kokë për të thënë përpara se të hidhte Orgito bombën dhe të largoj. Po sikur të hapim në një kurs për çunat të kësaj moshe që ti mësojmë të bëhen toksik. Jo. Perl. Perl. Do shesim online courses, how to be toxic by Pa Manual. Po, how to be toxic, po që ne do të bëjmë që femrat t'ju duan, t'ju shkruajnë triple text, t'ju thëmë pse s'ta shkruani. Do jeni çdo gjë që një femër ëndërron, se kemi dhe mesazhet e gocave, kemi manualin. Po. Në fakt të mirë. Po, e vërtet, një çmim. 10 të parët janë falas. Janë shumë ditë me Glit luta. Zemra, 3. Nga një për kokë mjafton. Holy Trinity. 3 të parët janë falas për kursin që ne do t'ju mësojmë si t'jeni toksik. Pjesa tjetër e lek. Për ndryshe ti Bernard, që qënë ke i dashuruar me ishin. Iki pak të bëj pak kërkimet e mia për Orgiton dhe nëse ai imi ka një shok me emrin Orgito. 30 followers kishte i hyrë tani direkt. Mirë shiko. Në fund të këtij emisioni, po e them këtë dhe po mendoj mirë se do e them. Në fund të këtij emisioni unë kuptoj që a dua një çun të mirë, unë do diku që të më shkruaj shumë mesazhe, të më vi nga mbrapa, të më pas terezis, ku di unë, po jam gati gjithmonë për një gjë tamam. Po nuk e dua të mefsh to vllai, dua të jetë i bukur, i mirë, po aty mefsh nuk e dua. Kur ta porosisësh, shif edhe mua një sufllaqe pa qep, edhe pa qep dua dhe. Me që ka të pamundur ky çunë jot, shif mos ka pite gluten free. Okej. Me që ka hap thesi dëshirave. Po po unë kështu filloj kërkoj për këtë lloj mashkulli dhe përfundon te një që nuk është gati për një lidhje të marrë ushtruar. Kur të ndalosh. Si ndaloj unë të kërkuari, nuk po kërkoj. E Orgito. Po hajde të treja. Natën ju putim. Ju duam, pafshim. Hape. Si tha Orgito? Një sekond. Ti urti i Bernardit, ti urti Orgitos.
emocionuar shkreta. Atëre. Po i pa i dot. A ka një orgito aty? Nuk që jo, ka është Benardina, nuk jo, që jo, ka është Benardin. Është safe. Unë nuk e të shoha, gjithsesi nuk e di pse po. Absolutisht jo, absolutisht. Asun. Nuk e di se Nuk më prend gjunjët. Ka në orgito? Prit. Ky që nga i gjatë, brun. Gjaka Benardin të. Pas ka foto në muze, duket ky sikur do gjithkohë nishi. Pas ka sum. Pas ka dhe kështu, duket. Ai na të regjistruan. Hajde natë.